ka ndodhur një metamorfozë e jashtëzakonshme sa i takon këtyre dy personazheve, Gerardit dhe Sonila Hajdinit. Ata janë shkolluar në SBA, u rikthyen në Shqipëri, por papritur duket se jeta e tyre mori një rrjedh komplet tjetër. Pse mendoni që ndodh ky fenomen? Pra të shkolluar diku tjetër, të arsimuar jashtë vendit, rikthehen dhe nuk e gjejnë veten dhe pastaj pësojnë edhe këto dëmtime, le të themi që gjenden pikërisht në këto situata. Nuk është e paraherë që qytetarë të vendit tonë, të rinj, të moshave të ndryshme, gjenden në situata të vështira që lindin si rezultat i vështirësive për të përshtatur në vendlindje, veçanërisht kur kanë kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës, siç është ajo e rinisë së parë dhe që lidhet ngushësisht edhe me periudhën studentore. Dhe në vendin e origjinës, vështirësitë vinë si rezultat i mungesës përshtatshmërisë me mjedisin që i rrethon. Në fakt, kjo histori është mjaft më e thellë se sa kaq, por le të ndalemi fillimisht te ky hap që juve sapo përmendët që lidhet ngushësisht pikërisht me këtë fakt. Një djalë dhe një vajzë që rikthehen nga studimet nga një shtet i madh, demokratik, i një fuqie të jashtëzakonshme, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në dijenin time ata kanë qenë edhe studentë të mirë dhe janë kthyer në qytetin e tyre të vendin e tyre, domethënë dhe kanë filluar të gjejnë vështirësi të mëdha që lidhen kryesisht me punësimin, me integrimin në mjedisin shoqëror. Shpesh herë ata gëzonin simpatinë e njerëzve përreth, por ajo simpati nuk mjaftonte që t'u siguronte atyre mirëqenien në radhë të parë mbijetesën dhe në radhë të dytë edhe mirëqenien shpirtërore psikologjike. Jam shumë e keqardhur që ne flasim sot për këta vëlla e motor që jeta i ka goditur shumë padrejtësisht, që në fëmirin e tyre dhe për të mos, sikur të mos mjaftonte, domethënë gjithë ajo traumë që ka filluar që me humbjen e nënës në moshë të mitur, por edhe një tjetër traumë ju bashkëngjit kësaj familje dhe që lidhet me ikjen e babait që ishte shtylla kryesore e motrës dhe vllait në fjalë dhe po ashtu kemi mësuar se dhe kjo ikje e babait ka qenë mjaft brutale si rezultati një dhune, siç e kemi dëgjuar nga mediat, dëshmitari së cilës ka qenë edhe vet Genardi. Ndaj me këtë dua të them që nuk është vetëm aspekti i vështirësive për integrim, mosgjetja e vetes, mungesa e hapësirave për të ushtruar edhe për të ushtruar aftësitë që ti ke, por edhe traumat e fëmijërisë dhe traumat e vazhdueshme që kanë ardhur si rezultat edhe i humbjeve të prindërve, që pa diskutim janë humbje shumë të mëdha në jetën e gjithë secilit. Po, a ka ndodhur dhe te këta dy personazhe ndoshta një lloj dëshpërimi, duke qenë se u rikthyen nga SBA të arsimuar atje, erdhën këtu dhe nuk gjendën një vetë pune. Çfarë pëson një person i cili kthehet me ëndra të mëdha por gjen dyert të mbyllura? Mund të them që kjo periudhë e rinisë, veçanërisht pas studimeve, shoqërohet me një, si të themi, me një ambicie të madhe, me dëshira, me ëndra për të punësuar, për të gjetur veten, për të siguruar të ardhura, për të mbështetur familjen, për të shpërblyer familjen edhe në atë sakrificë që ajo ka kryer për shkollimin e gjithë secilit. Dhe përveç kësaj i shtohet edhe gjithë ajo fasade madhe e kthimit të trurit, e ftesave që i bëhen nga ana e qeverisjeve kryesisht vajzave dhe djemve shqiptar që të vinë edhe të japin kontributin e tyre në vendin e tyre, vendin të prindërve të tyre mbi të gjitha. Dhe shpesh herë ka ndodhur që edhe kur ka ndodhur ky kthim, domethënë dhe ata janë bindur, kanë qenë mjaft të vendosur, kanë pasur gjithë dëshirën që vërtet të kontribuojnë, ka ndodhur që e kanë gjetur veten ose të themi në kushte ku meritokracia është thjesht një fasadë, shpesh herë vendet e punës nuk përmbushin edhe ato kualifikime që ata kanë arritur gjatë jetës,
dhe si të tillë janë ndjerë të zhgënjur, janë ndjerë, si të themi, të pa plotësuar askund në këtë drejtim. Ka ndodhur apo ndodh që kur janë kthyer, tjetër që kanë menduar, tjetër që kanë gjetur, dhe në këtë pikpamje ju janë shkënjur edhe pritmënit, dhe në shpesh herë ka ndodhur që një pjesë e madhe prej tyre nuk kanë pranuar të bëjnë as ato kompromiset e vogla që shumë herë të tjerë i kanë bërë dhe që lidhen, si të themi, me kompromise të natyrës profesionale, po dhe të natyrës karakteriale. Edhe në këto pikpamje, mjaft prej tyre të zhgënjur janë kthyer, kanë thënë një herë mirë, si të themi, këtij hapi jo, pra për rikthim, por ka ndodhur tek një pjesë tjetër që me shpirt në dhëm kanë vijuar, do me thonë, të durojnë, të rezistojnë, kanë kërkuar, kanë qenë të palodhur, dhe sërish vjen një çast që dhe ata me mjaft vështirësi, do me thonë, e kanë pranuar që shumë e vështirë të punësojnë, shumë e vështirë të gjejnë hapësirën e vet. Të gjitha këto lënë gjurmë, është e pamundur të mos lënë gjurmë, veçanërisht kanë pasojat natyrës psikologjike, kanë pasojat natyrës në sjellje, shpesh herë fillojnë edhe vënë në dilemë ose vendosen në dilema, a duhet të qëndrojnë, a duhet të rezistojnë, a duhet të largohen, apo vendosin në pikpyetje shpesh herë dhe aftësitë e tyre, sepse mjedisi, për shkak se nuk i përkrah, fillon edhe t'i lëkund edhe t'i vendos ata në vështirësi. Ka një pjesë të cilët izolohen si rezultat i gjithë kësaj, ka një pjesë tjetër që vijojnë të jetojnë me anksin edhe me një pezmatim të shtuar që gradualisht mund të kthehet në një depresion, dhe ka të tjerë që në heshtje vuajnë, por opinionit ose në mjedisin e jashtëm japin, si të them, një aspekt pozitiv që në vetvete nuk është realiteti tyre. Edhe në këtë histori që ne jemi duke folur së bashku, dhe ju e thatë në krye të fjalës tuaj, që të dy këta ishin dy personazh me mjaft ndjekës në mjedisin virtual, ndikues për mënyrën se si ata i zhvillonin në aktivitetet e tyre virtuale, dhe ndoshta fare pak njerëz e kanë ditur në të vërtetë që ata të dy jetonin, si të themi, një çrregullim ndoshta të shëndetit mendor, me sa unë kam lexuar, babai ka qenë edhe ai që është kujdesur për shëndetin e njërit dhe të tjetrit, dhe humbja e prindit në këtë rast i ka lënë të dy ndoshta të pa mjekuar, ndoshta, dua të them, sepse ne duhet që të flasim më seriozisht edhe më të mbështetur, patjetër duhet të njohim historinë e njërit dhe të tjetrit. Por gjithçka që po flas lidhet me ato që un kam arritur të mësoj nga çfarë mediat kanë përcjell.